Në Shqipëri 1 maj nuk është më një ditë feste. Është një pasqyrë, një tregu pune që funksionon në kufit e mbijetesës. Një realitet ku punëtori nuk negocion kushte. Ai negocion të drejtën për të qëndruar në punë. Kushtet janë të njohura, por rrallë thuhen troç. Pagat të ulta shpesh të shkëputura nga realiteti i kostos së jetesës, orë të gjata puna që nuk reflektohen në pagesë. Kontratat që ekzistojnë vetëm për formalitet. Dhe mbi të gjitha, një ndjenje përhershme pasiguria që e bën punëmarrësin të heshtë, edhe kur padrejtësia është e qartë. Në këtë treg edhe barazia gjinore shpesh trembërohet. Nuk flasim për barazi reale, por për një nivelim nga poshtë. Paga të ulta për të gjithë, ku diferencat gjinore ndonjëherë përdoren si justifikim për të mbajtur kostot minimale. Në vend që të ngrihet standardi, ulet pritshmëria dhe humbsi është gjithmonë punëtori. Por kriza nuk është vetëm tek pagat, është tek mënyra si është deformuar raporti mes punëdhënësit dhe punëmarrësit. Në një anë kemi profesionistë që refuzojnë të shndrohen në gjithçka bërës. Të bësh 6 punë dhe të paguash për 1 është bërë normë në shumë sektor. Administrim, marketing, shitje, komunikim, suport teknik, të gjitha në një pozicion të vetëm, me një pagë që mezi justifikon njërin rol. Dhe kur profesionisti thot mjaft, përgjigjja është e thjeshtë. Dera është e hapur. Në anën tjetër kemi një pjesë të rinjve që hynë në treg me pritshmëri të larta dhe kontribut minimal. Jo të gjithë, por mjaftueshëm për të krijuar një fenomen. Kërkesa për paga pa ndërtuar ende vlerë reale në treg. Një shkëputje mes asaj që kërkohet dhe asaj që ofrohet. Dhe kjo e tensionon edhe më shumë një treg që tashmë është i brisht. Mes këtyre dy skajeve qëndron një e vërtet e fortë. Tregu i punës në Shqipëri është në krizë balancash. Dhe kjo krizë po thellohet nga një fenomen tjetër, largimi masiv i fuqisë punëtore. Çdo vit mira shqiptarë zgjedhin të largohen, jo sepse nuk duan të punojnë, por sepse puna këtu nuk i mban. Nuk i mban financiarisht, nuk i mban profesionalisht, nuk i mban psikologjikisht. Vendet e tyre po e zënë gjithnjë më shumë punëtor nga vende të treta. Njerëz që vinë me një mentalitet tjetër pune, më të gatshëm për të pranuar çdo kusht. Yes, ma'am, apo yes, boss. Nuk është thjesht shprehje, është strategji mbijetese. Dhe për biznesin në afat të shkurtër kjo është zgjidhje, por në afat të gjatë është një alarm. Sepse kur një ekonomi fillon të zëvendësoj fuqinë e saj punëtore me krah pune më të lirë dhe më pak kërkues, ajo nuk po zhvillohet, po mbijeton. Një tjetër keq kuptim i madh është ideja se rritja profesionale është vetëm në dorë të punëdhënësit. Jo, nuk është. Është një proces i dyanshëm. Po, ka kompani që nuk investojnë te stafi, por ka edhe punëmarrës që nuk investojnë te vetja, që presin rritje pa zhvillim, avancim pa përpjekje, rezultate pa disiplinë. Dhe kur ky raport bëhet invers, kur pritshmëritë janë të larta dhe kontributi i ulët, sistemi bllokohet. Pra, problemi nuk është një dimensional. Nuk është vetëm punëdhënësi apo vetëm punëmarrësi. Është një ekosistem i tërë që nuk po funksionon si duhet. Një treg ku rregullat janë të paqarta, ku standardet janë të ulta dhe ku besimi është i brisht. Në këtë realitet, 1 maj tingëllon si ironi. Sepse nuk ka fest kur puna nuk të jep dinjitet. Nuk ka fest kur profesionisti zvendësohet sepse refuzon të shfrytëzohet. Nuk ka fest kur i riu kërkon pa dhënë dhe sistemi nuk edukon dot me realitetin e tregut. Nuk ka fest kur vendi poshatiset dhe zvendësohet me një forcë pune që nuk ka lidhje me të ardhmen e këtij vendi. Ka vetëm një pyetje që mbetet pezull mbi këtë 1 maj. Apo ndërtojmë një treg pune që krijon vlerë apo thjesht një sistem që riciklon mbijetesën? Sepse pa një përgjigje të sinqertë për këtë pyetje, çdo vit do të jetë i njëjtë. Një tjetër 1 maj që nuk feston askush.